أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد falëndrimet dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamat qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës nga libri Al-Adab al-Mufrad të Imam Bukhariut rahimahullahu taala. Kapitullin të cilat I ka përmendur në fillim të librit e që kanë të bëjnë me respektin e prindërve, me sjelljen ndaj tyre, me rrezikun e mos respektimit të tyre dhe kështu me radhë. Kapitullin e radhës thot Babu birrul ummi. Kapitull respekti ndaj nanës. Respekti ndaj nanës. Pastaj vjen kapitulla tjetër, kapitulla rreth respektit ndaj babës. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Përcjellën në Buhariu këtë hadith nga Bahz bin Hakim, nga babai I tij, nga gjyshi I tij, se I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O I dërguari I Allahut, men abarru, al-birru apo abarru folja, ka thënë dietarët, hiya kalimatun tajma'u umur al-khairi kullaha. Është një fjalë e cila e përmbledh khairin komplet. Është fjalë e mirë në respekt, në raport me të tjerët, është shoqërim I mirë, është bashkëjetesë e mirë dhe kështu me radhë. Me një fjalë, fjala birr I përmbledh khairin. E këtu është khairi, respekti në raport me nanën. Këtu është kapitulla kështu. I ka pyet, e ka thonë ja Rasulullah, këtë respektoj. Me këtë jemi kujdesshëm. I tha sallallahu alaihi wasallam ummak, respektoje nanën tënde. Kultu men abarru. Pastaj thot I thash për së dyti, këta respektoj. Tha respektoje nanën tënde. Pastaj I thash men abarru për së treti, këta respektoj. Qala ummaka. Tha nanën tënde. Kultu thash men abarru, këta respektoj. Qala abaka. Në të katërtën herë I ka thonë këta respektoj, ka thonë babën tënd, thumma al-aqrabu fal-aqrab. Pastaj më të afërmit dhe më të afërmit. Ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe një herë neve na tregon për rëndësinë e kujdesit dhe respektit që njeriu duhet ta ketë për nanën e tij dhe për babën e tij. E ky hadith në veçantë na flet neve për kujdesin dhe respektin që duhet me pas njeriu ndaj nanës së tij, në raport me nanën e tij. Kanë thënë dietarët, cila është urtësia se Allahu xhelle xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kanë dhënë theks të veçantë respektit ndaj nanës dhe pastaj ndaj babës. Prindërve në përgjithësi, mirëpo nanës në veçantë. Për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na tregon neve urtësinë. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha, wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra." Tha Allahu xhelle xhelaluhu,
dhe ne i kemi obligu apo i kemi urdhëruar njerëzit që të sillen mirë me prindërit. Nana e tij të sillen mirë me prindërit, pastaj nana e tij e ka mbartë në barkun e saj me rëndësi, me vështirësi, me probleme, me lodhje, me raskapitje. Wa wada'athu kurha. Dhe kur e ka lind me lodhje, e ka lind me dhimbje, e ka lind me raskapitje. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Shtatzania edhe gjithanja komplet kanë zgjat 30 muaj. Komplet kanë zgjat 30 muaj. Dhe tha Allahu: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi a'mayn." E kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindërit e tij. Nana e tij e ka mbartë me lodhje, me mundim dhe e ka lind me mundim. Dhe 2 vjet ka qenë gjithanse. Dhe urtësia është këtu se Allahu xhela xhelaluhu e ka veçuar nanën tek prindërit për shkak se atë të cilën e ka përjetuar nana me fëmijët e saj, asnjëherë baba nuk mundet me ju afrua. Vështirësitë, lodhjet, raskapitjet që nana i përjeton në shtatzani, gjatë lindjes dhe gjatë gjithanjes, asnjë sprov, asnjë vështirësi tjetër që mund të përjetu baba në këtë dunja nuk i afrohet. Është diçka e veçantë. Është diçka madhështore. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: respektoje nanën, pastaj nanën, pastaj nanën, pastaj babën. Me i dhënë theks të veçantë nanës. Sot Imam Nawawi, Allahu më shëroft, قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضائه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. Kanë thënë ulemat, kanë thënë dietarët, shkaku pse Allahu i ka dhënë përparësi nanës para babës tek prindërit është për shkak lodhjes së saj të madhe, dhimbjes që ajo e përjeton, kujdesit që ajo e ka për evladin e vet, dhimbjes dhe ndësisë që ajo ka gjatë shtatzanisë, dhimbjes dhe lodhjes që ajo e ka kur e lind fëmijën, lodhje dhe raskapitjen që ajo e përjeton gjatë periudhës kur ajo është gjithanse, lodhje dhe raskapitjen që ajo e ka në edukimin e fëmijëve, në mjekimin e tyre dhe shumë gjëra tjera. E përmendëm e në kaluar në apo? Nana si nanë, kur e shef fëmijën e saj keq, kur fëmijën nuk e zë gjumi, babën din me e zën gjumi, mirë pa nana nuk e zë gjumi. Baba din me mshelsyt, mirë pa nana nuk i mshelsyt. Baba din me qenë më i thatë në raport me fëmijët, mirë pa nana është ndryshe. Për shkak dhimbjeve që ajo i përjeton prej në momentin kur është shtatzan dhe derisa të rritë fëmijët e saj. Edhe kur të rritën pastaj. Edhe kur t'i bëjnë në disa vite, kemi cek në për ligjërata tjera, edhe kur t'i bash me evlat e tu, përsëri nana kujdeset për ty. Përsëri nana kujdeset për ty, a ke ardh, as ke ardh. A ke mri, as ke mri. A je mirë, as je mirë. A je mlu, a ke ftoft, a ke nxeft, kujdeset, edhe se ti ki ba, do shta 40 vjet, do shta ki ba 50 vjet, kujdesi i nanës është i tillë. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an çdo herë kur i përmend respektin për prindërit, lodhjet Allahu i cek të nana. Kur i përmend Allahu prindërit në Kur'an, dhe kur Allahu na urdhon që të jemi të kujdesshëm ndaj prindërve tanë, ndaj nanës dhe ndaj babës, Allahu xhelle xhelaluhu më njëherë pasoj të përgjithshmësh shkon të veçanta të nana dhe për atë i përmend lodhjet. Mi po baba nuk lodhet që del në punë me punua dhe me asiguru ushqimin, veshmbathjen, edhe vend strehime, a nuk lodhet, apo raskapitet. Mi po me adhon fëmijët me majtja gjysore, së lëdëroj.
Nana i ka të shtëpia për ditë. Baba fizikisht lodhet për jashtë, kutet. Mirë po, me i thonë nana, apo i marr sot fëmijët, që na ndodh neve, me na thonë gratona, a i mbani sot fëmijët se kena me shku, ose në vdekje, ose ndarsëm, ose ku e di çka unë. Ta hupin, të na thonë, ta hupin busullën, ta hupin. Ta hupin, nuk e di ku i je. E për shkak ti kujdesi, që ti je i gatshëm me dalë 10 orë tjera me punua, dhe veç fëmijët mos i këshire. Pse? Se vështirë, nuk o lehtë. E për shkak se është vështirë, e këtë vështirë e bën veç nana, se kështu Allah i ka kriju, Allah i ka veçu nanën me 3 herë, babën me 1 herë. E kur themi babën me 1 herë, ha do me thonë kjo që babën zë me respektua. A do me thonë kjo që babën mos me respektua? Jo, edhe babën edhe nanën. Ihsana, me të gjithë, me të dytë. Me të dytë ihsana, me të dytë me usjell mirë, me usjell si duhet, në atë që përmendëm javën e kaluar. Mirë po, vlera e babës dhe nanës dallojnë. Dhe këtu, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësojnë neve se duhet jemi të kujdesshëm në mësimin dhe vëzhgimin e atyre sene që në ka bo obligim Allahu dhe cilat janë më të rëndësishme, cilat janë më përparsore. Në Kur'an fillim dhe mbarim krejt është rëndësishme, mirë po nuk janë të gjitha të një kategorie. Për shkak se din shejtani me na prokupu neve me do gjana që janë të mira, mirë po në largon për do punëve që janë shumë më të mira. Për shembull, rasti namazit nafile, apo? Lidhes me falë namaz nafile, dhe të thirë nana, me u përgjigj nanës është obligative. Namazin nafile është. Që thë shejtani, a ta ban shejtani ndoshta të bukur namazin të momente, ndikimin e namazit të momente, veç mos me u përgjigj nanës tande, ose babës tande. Dhe këtë mënyrë gabojmë. Pse? Se mundohet shejtani me na prekupu me një punë e cila është e mirë, me na largu për një punë e cila është shumë më e mirë. Ajo është farzi. Edhe punë të tjera. Tek frasionet e ndryshme, të devijuara. Shejtani u aban të bukur, për shembull, u aban të bukur X ibadetin, namaznate, agjërimin, taneteti, ose agjërimin ditë parë ditë jo, ose punë të tjera që janë të mira, që nuk diskutohet. Mirë po, ja ban të thjeshta shumë çështjet e akides, çështjet e tauhidit, çështjen e shirkut, kufrit, ja ban sikur kur gjë. E ka preokupuar diçka shumë e madhe, shumë e rëndësishme. Mirë po, kjo tauhidi, njohja Allahut, akida më e rëndësishme. Shkoni ban shirk Allahut dhe këtë falet namaznate për ditë. Këtu është puna e Allahut xhela xhelaluhu, nëpërmjet këtyre haditheve dhe ajeteve, në çka tregon neve? Na tregon neve rëndësinë e kuptimit të punëve prioritare në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Në rad, që pejgamberi sa mi tha, nana, baba. Pastaj, a ndalja, jo, tha fal aqrabu wal aqrab. Ma të afërmit, pas nanës dhe babës, çka vin mas afërmi? Çka vin mas afërmi? Tezja, hala. Ama tezja, hala, kanë thënë dietarët, qysh është grada e nanës karshi babës, ashtu është grada e tezeve karshi hallave. Hallava zot me respektua. Jo, ama tezet janë vend nanës, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe e keni praktikisht, e kena po. Raporti me tezën është ndryshe. Jo që është i keq me hallën, mirë po tezja o teze. Jo që nuk respektohet halla, ama tezja o teze, pse? Se raporti me nanën është 3 herë. Edhe me tezën është kështu. Edhe kështu me radhë. Këtu e shohim kujdesin e sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më mësu cilat punë janë prioritare në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E kjo vullneti i tyre, kujdesi i tyre që më mësu punë prioritare nga feja e Allahut subhanahu wa taala, prej ku lind, kanë thënë dietarët. Lind prej qëllimit besnik në raport me Allahun subhanahu wa taala. Synimit besnik prej sinceritetit në raport me Allahun subhanahu wa taala, që këto punë të realizohen për obligimet që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, të realizohen në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të plotësuar, që na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë thënë dietarët, prej kaptinave të diturisë shumë të rëndësishme është edhe kaptina
e preokupimit të njeriut me punë prioritare nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Kjo kaptim veti. Kjo është kaptim veti. E kemi cek raporti i shejtanit me njeriu. Mundohet me çu shirk, çse s'mundet shirk, ose në kufër atë çon bidat, çse s'mund bidat në gjërat më dha, çse nuk mund gjërat më dhaja, mëkate të vogla, se nuk mund mëkate të vogla, e preokupon njeriu me bëu do punë të mira, me largu pi do punëve shumë më të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha nanën, pastaj baba. Kan thënë dietarët. Tadhakkuru hadha al-ma'ruf as-sabiq. Kujdesi edhe për kujtimi i të mirave të kaluara që të ka bënë nëna tyre. Se ka mundësi një njeriu e hub sabrin. Ka mundësi njeriu, po tham kështu, ka mundësi ndonjëherë njeriu duke u bazuar në ajete dhe në hadithe, se duke u bazuar në praktikën që na e shohim për dëshmëri në për shoqërinë tonë dhe shtëpiat tona, kjo jo ndonjëherë, por shumë herë, ndonjëherë di më bëj mirë. Në jetën tonë bashkëkohore, në për shtëpiat tona, ndonjëherë prind e vladi, fëmiju, din me qenë i sjellshëm me nanën, ama shumë herë nuk din me qenë. Me për realitet, duhet me qenë që ndonjëherë me gabua. Se këto ajete ka marrë të nanë me në mësu neve, me mësu sahabët, që në qëfë si ju ndodhë kështu, që është me veprua. Që ose prindërit tuaj e arim pleçnin, që është me veprua. Ka thënë dietarët, për kujtimi i të mirës që ka bënë nëna jote. Veç me i përkujtu qastet e shtatzanisë. Ajo nuk është një e mirë. Ajo është e mirë për çdo frymarrje vllazni, dhe jo motra. Për çdo frymarrje që ajo merr, të ka bënë mirë ti mrena në bark. Kujdesi i saj plus, në ushqimet e saj plus. Veç ai momenti i dhimbjeve të shtatzan, i dhimbjeve të lindës, nuk safrohet me kurrë. Nuk ka fort me kurrë. Momenti kur ke qenë ti i smund, ndonjë smundje më të lehtë që ke pas. Diçka që të ka shpundur në gishtin tanë. Dhëmshmëria e saj, kujdesi i saj për ty, ka thënë për kujtimi këtyre të mirë është i ka bënë nana dhe baba, të ban ty që me qenë i vazhdueshëm, i kujdesshëm ndaj nanës dhe babës, me qenë me respekt ndaj nanës dhe babës, me të mirat e mundshme që na kena mundësi me i bë për ata. Hadithi tjetër nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Edhe ky hadith, subhanallah, hadith shumë i madh raport me nanën. Tash kapitila është raporti me nanën, respekti ndaj nanës, pastaj respekti ndaj babës. Nga Ibn Abbas, se ka një person të Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe ka thonë, inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani. Wa khatabaha ghayri fa habbat an tankihahum. Thot, e kam lyp një vajzë për mu martue, ka refuzu që të martohet me mu. E ka lyp dorën e saj dikush tjetër, ajo ka dasht dhe e ka pranu. Faghirtu alejha, unë u bona gjelos për ta. Faqateltuha, edhe e vrajta. Fahal li min tawba, a kam pendimune? A ka pendim për mu? Shikoni përgjigjen e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. I ka thonë, ummuka hayya, a e ki nanën gjallë? Qale la, ka thonë jo. Qale tub ila Allahi azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Pendohu te Allahu dhe ban punë të mira sa të mujsh për Allahun subhanahu wa taala. Afro te Allahu punë të mira sa të mujsh. Qala Ata ibn Yasar. Thot Ata ibn Yasar. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال. Ata ibn Yasar është habit, pse Ibn Abbas e ka pyet për nanën e vet. Ky ka thënë, a ka topë, a ka pendim për mua? Ibn Abbas ka thënë, a ki nanën gjallë? E Ata ibn Yasar i ka marrë kënë kryje, pse për nanën pyeti? Thot, shkova te Ibn Abbasi dhe e pyeta pse pyete për nanën e tij. Dhe më tha,
inni la a'lamu amalan aqraba ila Allahi azza wa jalla min birri al-walida. Thot Ibn Abbasi, unë, Allahu razni, subhanallah, Allah i na përmirësoj gjendjen. Thot Ibn Abbasi, unë nuk di ndonjë punë me cilën njeriu afrohet te Allahu se sa me respektin që e ka njeriu ndaj nënës vet. Unë nuk di një punë me cilën njeriu ka mundësi më së miri të mu afru te Allahu se sa respekti që njeriu e ka për nënën e tij. Kanë thënë dietarët. Ka ardhur një person, s'ka përmend kush, se nuk është më rëndësi të ashtu me të regu se kush kanë e ka vra. Dhe që ka dhe pru? Ka ardhur një person. Më rëndësi është transmetimi i fundit, pjesa e fundit transmetimin nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Thot, fadhirtu alejha faqataltuha. U bona xhelos. A ka dashur shumë, u ka dashuru, edhe ajo s'ka pranuar. Dhe për xhelozis e ka vrarë. Pa hak, kjo është xhelozi, pa hak, kjo është xhelozi e tepruar, kjo është xhelozi që nuk është e rrethuar me rregullat sheriatike. E kur xhelozia nuk është rrethuar me rregullat sheriatike, hyn zullum, hyn padrejtësi. Dhe ka thënë dietar, fihi bayanu khuturati al-ghira wa innaha qad tuaddi ila al-ghiba wal-namima wal-hasad wal-ifsad bal al-qatl. Thot, në këtë pjesë të hadithit e shohim rrezikun e xhelozisë. Rrezikun e xhelozisë e cila nuk është me rregulla sheriatike. Xhelozi e pakufizuar. Xhelozi e shfrenuar, hiç s'di kur xhelozi e ka humbur busullën krejt. Thot, e çon njeriu me bë haset, me pas haset dikan, me bë gibet, me mbart llafe, me bë fesat, çrregullim tok deri te vdekja. E ka vrarë. E kuptojmë, e ka vrarë. Edhe ka shku te Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, edhe ka thonë, hal li min tawba, a kam une pendim. Ka thonë dietarët. Tu del pa rëndësia e pyetjes së dietarëve në rastin e këtyre problemeve të mëdha. S'ka problemi i madh është. Dhe se duhet më kthy te dietarët, tek njerëz e dijes. Se me e pyet ndonjë të padijshëm, mundet me dhënë fetva me ignorancë. Dhe me ta shtuar edhe më tepër çrregullimin edhe zullumin. Sigur që është rasti aty njeriu nga Bani Israil, i cili ka vrarë 99 persona. 99 persona. Ka shku e ka pyet një adhurues, abid, që ka bëj ibadet, ka qenë ibadet çor. Por s'ka qenë dietar. S'ka pas diturim me dhënë fetva, ama ka qenë takvali, ibadet çor. Ka shku e ka pyet, i ka thënë, a kam pendim, unë kam vrarë 99 persona. Ka thënë, për ty s'ka pendim. Ka thënë, s'ka pendim për mua edhe ty të vras. E ka vrarë ata. E ka plotsuar 100. Pastaj ka shku te një person i cili ka pas dituri te dietar. Edhe e ka pyet, ka thënë, po, ka pendim për ty. Ka pendim për ty. Nuk pendu te Allahu xhela xhelaluhu, edhe me praktikë vendi ku ke jetuar me shku në një vend tjetër, vend të cilën është për hap drejtësia dhe punë të mira, duke shku rrugës, e din ngjarjen, vdek për rrugës dhe vin me laçet e dënimit dhe me laçet e shpërblimit, kush që merr shpirtin, derisa e kshyrin se nga cila pjesë është më afër, a është më afër qytetit të zullumit apo është më afër qytetit të drejtësisë, e kanë po që është më afër te i dyti dhe kanë marrë shpirtin me laçet e mëshirës dhe kështu ka mëshiruar Allah subhanahu wa taala. Ka shkuar ka pyet Ibn Abbas. Ibn Abbas mirë, ja ka dhënë solucionin. Ka thonë ai ki nanën gjallë. Ka thonë dietarët, çfarë kuptojmë për kësaj pjesë të hadithit? Kuptojmë që respekti ndaj prindërve e lanë këtë gjëna. Respekti ndaj prindërve këtë gjënarin e madh e pastron, e fshin, e lanë. Pastrohet njeriu për gjënarin e madh duke respektu nanën e tij, veçantë dhe duke respektu prindërit. Tha Allah në Kur'an, wala tayasu min rauhillah, mos e upni shpresën për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse për vrasje pas ka pendim, për punë tjera edhe më përparësorshme pas pendim. Bel jo për vrasje,
pendim ka dhe për kufër dhe shirk. Që njeriu i ban shirk Allahut, i ban kufër Allahut, ka pendim. Dera e pendimit është hapur, derisa nuk i arrin shpirtin gargara. Deri këtë gjendje pendohet dhe Allah pranon pendimin, nëse pendimin e tij është i sinqert. Tha Allahu inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, me të vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Njeriu pas pendimit është sikur ai që s'ka bërë mëkat fare. Njeriu pas pendimit është sikur ai që s'ka bërë fare mëkat. Ama pendim i sinqert. Pendim duke i plotësuar kushtet e pendimit. E Ibn Abbas radhiyallahu anhu i ka thënë kina në gjallë, ka thënë jo. Ka thënë tub ila Allahi wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Pendohu te Allahu dhe afrohu me punë të mira sa të mundesh. Ka thënë top, kjo është rregulla sheriatike se si njeriu duhet të veprojë pas mëkatit, pas gabimit. E para më pendu, edhe e dyta me shtu punë të mira. Jo veç më pendu dhe më nal. Me u pendu edhe me shtu nga të punë të mira të shumta me shpresë që Allah me këto punë ka me ja pranu, ka me ja pastru mëkatin, ka me pranu pendimin. Tha Allahu subhanahu wa taala innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtet punë të mira i largojnë punë të këqija. I fshin punë të këqija. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasanin. Dhe pas çdo punë të keqe, pas çdo gabimi dhe mëkati, bën një punë të mirë për shkak se ajo e fshin të keqen. Dhe sillu me njerëz me sjellje të mirë. Dhe sillu me njerëz me sjellje të mirë. Kan thënë dietarët fihi qabulu tawbatil qatil. Në këtë hadith e shohim se pranohet pendimi i vrasësit. Wa bahthu al-alimi an al-makhraj ash-shar'i lis-sa'ili wa muwasatihi wa i'anatihi ala at-ta'at. Thot, dhe kujdesi i dietarit që t'i jep zgjidhje sheriatike, solucion sheriatik pyetësit. Pra dietari ka çka të punë. Që më ja lecu njerëzve, mirë po, jo me lecu njerëzve pa ushall. Jo me shtin kokë që çdo herë ka solucion. Jo, në herë s'ka solucion. Ndonjëherë solucion është me po sabër. Në qoftë se prindrit që shka marrë kaptinën me rënë, qoftë se prindrit bëjnë zullum dyje. Çka do të bëti? Me po sabër. A do të më kthej me zullum? Jo, me po sabër dhe mos sill mirë apet me ta. Mos sill mirë me ta, edhe me po sabër ka shi zullumit të tyre. Çka? Solucioni jo, ban sabër. Çka pa solucion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për nanën dhe babën e Ammarit, Yasirin dhe Sumejen? Çfarë solucioni pat? A ju dha patjetër diçka që më shpëton kësaj dunjaja? Tha sabran ala Yasir. Bani sabër oj familja e Yasirit, çka? Pra dietari duhet më mundu me i dhënë lehtësime dhe solucione dhe rrugdalje pyetësit, besimtarëve, xhamatit e muslimanëve, mirë po sheriatike. Solucion sheriatik i pranon sheriat. Lehtësim i pranon sheriat. Jo lehtësim sipas epshit. Kështu apo tamam ti bën kështu, për ty kështu, a për ty kështu. Jo. Me rregulla sheriatike obligohet dietari me i dhënë rrugdalje dhe lehtësim besimtarëve. Wa fihi adamu al-ya's min rahmatillahi ta'ala wal amru bit-taqwa mastata'a al-'abdu dhalika wa al-iktharu min hasanati wa at-taqarrub min Allah subhanahu wa ta'ala idh as-sayyi'atu idh al-hasanatu yudhhibna as-sayyi'at. Në këtë hadith kuptojmë se besimtari nuk duhet me humb shpresën për mëshirën e Allahut. Në këtë hadith e kuptojmë urdhrin për devotshmëri. Sa ka mundësi njeriu të vepron për punëve të mira, të vepron. Ti shton ato, të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala, për shkak se punët e mira i largojnë punët e këqija. Thot فذهبت أي ذهب عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عند ابن Abbas. Thot Ata ibn Yasar, shkova te Ibn Abbasi, me e pyet. I ka mbet në krye. Kjo ka vrarë njëri, Ibn Abbas ta ki nanën gjallë. Çka ka lidhje nana me vrasje? Kjo është një pendim. Çka ka lidhje nana këtu? Thot shkova te Ibn Abbasi dhe e pyeta. Për çka e pyete për nanën e tij? Ka thënë dietar. Këto e shohim
kujdesin që e kanë pas muslimanët e parë, dietarët e muslimanëve të parë, edhe muslimanët e parë në përgjithësi, kujdesin që kanë pas në kërkimin e turisë dhe mësimin e fesë Allahu subhanahu wa taala. Wal anatu wa adamul al muajala. Ka thënë dietarët, këtu e shohim edhe mos ngutjen, durimin që e kanë pas muslimanët e parë, karshi dietarëve. S'janë ngutë. Dietari ka thonë diçka, ta shkyn moment me pas ndodh tek na kjo. Me ardh dikush dhe mi thonë hoxhës, e kam vra një person për shkak këtij rasti, shkaku. A kam pendim? Edhe i thot hoxha, a e kina në gjallë? Njani për xhamatlive këcel më njëherë. Thot, shako lidhe nana me hoxha, shako lidhe nana me vrasë, kjo të vetë pendim, u pendu të Allah. Muslimanët e pas kanë cykshtu. Kanë bo sabër. Ka kalu rasti, ka shku i ka thonë, pse e pyte për nanën e ti? Çfarë lidhje ka nana e ti, në këtë rast, nana me vrasjen? Ibn Abbasi, radhiyallahu anhu, i tha, dhe vëreni, Allahu Akbar, vëreni dietarin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nxënësin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çka ka thonë, çysh është shpreh, edhe çysh shprehet sot një prej dietarëve të rrjeteve sociale që 5 muaj i ka mësuar me gjuhën arabe, edhe 15 muaj i ka tjera në kocira. I thotë Ibn Abbasi, la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jall min birri al-walida. Nuk di ndonjë vepër që e afron më së miri njeriu te Allahu se sa respekti ndaj nanës. S'ka thonë Ibn Abbasi nuk ka. Se ka dallim me thonë nuk ka ndonjë vepër më të mirë se respektimi i nanës, edhe me thonë nuk di ndonjë vepër më të mirë. Nuk di që ka ndonjë vepër më të mirë, ta jep një sinjal që ka mundësi me pas, po unë s'di. Sot neve më na pyet, këtë hadith, valla se kum hiç këtë hadith. Thu se kjo është muhadith, i ka mësuar këtë hadith vetë çka ka hik. Thotë ja, çfarë se pas tani kur. Po ku më nimet i hadith të pejgamberit sa? Ku ke niti? Pse ti u ka dash me nik këtë hadith pejgamberit sa? Ja, për shkak të meselës pas tani unë. Thu se ki kreti ka mësuar vetë kjo i ka hik. Me thani Imam Buhariu, këtë hadith se di, Imam Buhariu është ai. Apo kupton? 1 milion transmetimi i ai. Me thani Ahmedi, tamam. Ha me thani një pineve, të është këtu edhe vetëm time. Kjo është skandaloze. E Ibn Abbasi çfarë thot? Thot la a'lam. Unë nuk e di. Ka mundësi me pas. Unë nuk e di që ka një vepër më të mirë që të afron te Allah se sa respekti ndaj nanës. Çfarë thon kjo hadith e pejgamberit? Ta kish pas nanën gjallë, çka kish më thonë Ibn Abbasi? Shko edhe respektoje nanën tënde. Shko edhe jepe maksimumin në respekt ndaj nanës tënde. Dhe se respekti ndaj nanës, kujdesi ndaj nanës, në fjalë, në vepra, në raport me ta, i fshin edhe gjunahet e mëdhaja. I pastron edhe gjunahet e mëdhaja. Kaptin, respekti ndaj babës. Pra besimtari obligohet që më respektu edhe babën. Po fillimisht nanën 3 herë ka në hadith dhe baba ka ardhur përse 4. Me një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 herë. 4 herë ka thonë për nanën dhe pastaj për së pesti ka thonë për babën. Kanë thënë dietarët, çka vlen për respektin ndaj nanës, vlen edhe për respektin ndaj babës. Vetëm se nana është më lart me gradë se sa baba. Mirë po, çka ka respekt në hadithe, në ajete për nanën, ashtu të më respektuar edhe baba. Kur thot nana diçka dhe kur thot baba diçka, të dy duhet të më respektuar. Në qoftë se duhet nanës me i thonë fjalë të buta, edhe babës duhet fjalë të buta. Mirë po nana është më përparësore. Në qoftë se nanës duhet me i dhënë ushqim, edhe babës duhet me i dhënë ushqim. Mirë po nana është më përparësore. Në qoftë se nuk dush me ngrit zanin ndaj nanës, ndaj babës,
ose ndaj nanës, edhe ndaj tjetrit nuk duhesh, mirë po nana është më parsore. Për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë babën, nanën, pastaj babën. Ka një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një kaptin që ka pruar Imam Buhariu në librin e tij, babu birrul walidayhi wa in zalama. Kjo është e madhe. Respekti ndaj prindërve edhe në qoftë se ato bëjnë zullum, bëjnë padrejti. Kanë thënë dietar. Njeriu obligohet që të jetë i respektueshëm ndaj prindërve edhe në qoftë se ato janë të padrejtë. Pse? Për shkak se respekti jot ndaj prindërve është raport me Allahun. Ky raport nuk bie kjo dispozit. Në qoftë se ato të bëjnë zullum, ti mos i respekto. Jo, se respekti jot me nanën dhe babën është raport mes teje dhe Allahut. Se ti duke nënshtruar urdhëve të Allahut subhanahu wa taala dhe urdhët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë të tartë, wa in zalama, edhe që se bëjë zullum, çka për qëllim? Që se të bëjë zullum tyje, apo që se bëjë zullum dikujna tjetër? Ka thonë të tartë, edhe që se të bëjë zullum tyje, ose janë zullumçar në raport me të tjerët, pra ata janë zullumçar, qoftë ndaj teje, qoftë ndaj të tjerëve, ti duhesh me respektu ata. Çfarë tha Allahu në Kur'an, në ligjëratën e kaluara përmendëm, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe në dunjë sillu mirë me ta. Mos i harrot ato zullumin që ta bajnë tyje, mos i harrot mirë që ti kanë bëha. Mos i harrot të mirat që ti kanë bëha. Njëherë kur ke mshu ti me shkel në barkun e saj, atë mirë ti s'e lan kur. Kur'ani pse të bëjnë zullum ato? Kanë më dhënë përgjegjësi për zullumin e tyre. Qoftë ndaj teje, qoftë ndaj tjetër kujna, mirë po ti obligohesh me qenë i kujdesshëm dhe i sjellshëm ndaj tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiba illa fataha Allahu bayni yani min al-janna wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalamahu qal wa in zalamahu. Nuk ka ndonjë musliman që i ka dy prindër musliman yusbihu ilayhima muhtasiba, ka ardhur në tasmetim te Ibn Jauzi, ka ardhur fjala muhsina, që e ka për qëllim kjo pjesë e hadithit. Nuk ka dikush prej muslimanëve që i ka dy prindër musliman, e çon çdo mëngjes, që çdo mëngjes shkon dhe sillet mirë me ta, është i kujdesshëm, çdo yusbiha, çdo mëngjes e kanë pru të mëngjesi. Dhe kena po se pse kanë të detar. Sillet mirë me ta në çdo mëngjes, illa fataha Allahu babaini yani min al-janna. Vetëm sa Allahu ja çel atij dy dyrë të xhenetit. Nëse ka një prind, vetëm një derë. Nëse e nervozon njëri prej tyre, ose të dytë, nëse e nervozon, e bën nervoz, e vladi, bab, djali ose çika, e nervozon nanën ose e nervozon babën, Allahu nuk është i kënaqur me ta, derisa ata të jenë kënaqur me ta. Kil i kanë thonë, edhe nëse bëjnë zulluma, edhe nëse i bëjnë atij zulluma, ka thonë edhe nëse i bëjnë atij zullum. Pra ka mundësi me të bëjë nëna zullum, edhe baba me zullum. Mi bëna obligomi apet mos i mirë me ta. Hadithi e pejgamberit sallallahu i transmetuar, që e ka dhënë Buhariu këtë kaptin, është i dopt. Mirë po, Imam Buhariu e ka sjell. Hadithi është i dopt. Nuk qëndron nga pejgamberi sallallahu si hadith. Mi po pse e ka për Imam Buhariu këtë kaptin? Imam Buhariu as e ka ditë që është i dopt hadithi, nuk ka ditë që është i dopt, e ka ditë që është i dopt. Mi po çka ka hadith shpjegohet me ajetin. Çfarë thonë Allah subhanahu wa taala? Na tha Allahu xhallahu në ajetin kuranor që na të sillemi mirë me ta. Në qoftë se ata nuk na çojnë në bë kufër dhe shirk. Në kufër dhe shirk nuk duhet më u nënshtrua. Mirë po duhet të vazhdojmë të respektu. Që të thëmë bëjmë shirk Allahut, nuk i nënshtrohemi dhe vazhdojmë të respektuar. Kjo thamë në qoftë se është për nanën dhe babën që janë jo besimtar, krishterë, jehud, mushrik. Por nëse ata janë musliman, edhe më përpasor janë që na të sillemi mirë me ta. Kanë thënë dietar, pse e ka përmend sabahun? Për shkak se
se mos për matrit. Nana shkon sabah dhe e ngrit djalin prej xhumi. Edhe e ngrit vajzën prej xhumi. Ka mundësi mu sill ma vrash me ta. Ka mundësi mos me i pyet shumë, po me i çu prej xhumi shpejt. Edhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na përmend këtu që t'jemi të kujdesshëm. Mos ta thojna ndonjë fjalë që mirandua. T'jemi të kujdesshëm në fjalët e tona, në veprat e tona. Që shka marrë në kapitullin e radhës, fjalët e buta ndaj prindërve. Kaptin fjalët e buta ndaj prindërve. Do të flasim inshallah javën e ardhshme. Pra me qenë të kujdesshëm ndaj tyre, në respekt ndaj tyre, edhe në qoftë se ata janë zullumçar me të gjithë, edhe në qoftë se ata të bëjnë padrejtësi ty në diçka, ti duhesh me bëu sabër ndaj padrejtësisë së tyre, mos më u nënshtru në qoftë se ata urdhërojnë me bëj gjuna Allahut, nëse të urdhon nëna me rrejt. Din nanat në këtë zaman, s'po tham nanat tona, se nanat tona janë plaka s'din ato. Mi po nanat e reja, din mi thon fëmijëve me u mësu gënjeshtrën pa dashur. Thuj çështu. Po thuj çështu për kjo gënjeshtër. Me i thon çështu kjo është gënjeshtër, të mësu fëmijën e bëj gënjeshtër. Këtë rast fëmia nuk duhet më ushtru nanës. Mi po duhet të vazhdu me respektu ata në punë të tjera. Lusim Allahun që Allah të më të jemi të kujdesshëm në raport me nanat tonë dhe baballarët tonë. Lusim Allahun që Allah të ban që dhe fëmijët tonë të jenë kujdesshëm ndaj neve dhe ndaj bashkëshortëve tona. Lusim Allahun që Allah të na falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.